Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën në Iran në lindjen e mesme, duket që Shtetet e Bashkuara të Amerikës u tërhoqën nga një sulm i mundshëm. Sipas Bild, avionet ishin në ajër të drejtuar drejt Teheranit, por në momentin e fundit vendet e gjirit arritën ta bindin Trumpin për të dhënë një tjetër mundësi dhe shans bisedime me Iranin. Por për të folur për situatën si do të rrihet atje, do të flasim me zotin Ruel Domi, njohësi dhe ekspert i çështjeve ndërkombëtare, për ta sqaruar më mirë, për ta kuptuar realitetin këtu, atë që po ndodh atje, edhe çështjet gjeopolitike, pavarësisht se vendi i vogël na përfshin dhe ne. Zoti Domi, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit për festën. Faleminderit ju. Mendoni që do të ketë një skenar që në fund do të mbyllet me rënien e regjimit? Çfarë mund diskutohet aktualisht? Cilit janë skenarat më të mundshëm? Unë mendoj që rënia e regjimit është e pashmangshme, sepse kjo nuk është një çështje thjesht dinamike forcash në terren aktualisht, por është një marrëveshje në ndërën e fshehtë, e papublikuar, midis Trumpit dhe Putinit. Kujtojmë që dy udhëheqësit në një farë mënyrë janë në sinkron me njëri tjetrin kur vjen puna tek çfarë do të jetë ardhmja ose si do të jetë ardhmja e rendit botror, nga ky rendi liberal demokrat universalist i cili ne kemi jetuar për 5 dekada, në një rend më sovranist dhe më rajonalist, sipas të cilit Shtetet e Bashkuara të Amerikës dominon hemisferën perëndimore, nëpërmjet Izraelit dhe aleatëve të tjerë sunit në lindjen e mesme kontrollon lindjen e mesme, dhe kjo kuptohet vjen me disa lëshime nga ana amerikanëve, ku përfshihet sigurisht fitimi i luftës Ukrainës nga ana Rusisë. Rusia ruan bazat e vet në Afrikë dhe kuptohet ruan dhe hegemoninë e vet në Europën lindore. Në këtë kuadër që Rusia të marrë këto gjëra, duhet të tërhiqet komplet nga lindja mesme dhe në fakt po ta shohësh çfarë ka ndodhur. Kjo është në fakt realiteti i vitit të fundit gjatë administrate, ku pak një muaj përpara se administrata Trump merrte pushtetin, nisi në një herë revolta në Siri, Bashar al-Assad që ishte presidenti i Sirisë pas 40 sa vitesh dominim kuptohet i mbrojtur nga rusët në mënyrë shumë fuqishme dhe vajti dhe u strehuan në Rusi, dhe unë mendoj që i njëjti skenar do të ndodhë me regjimin e ajatollave. Pra ai që dua të them, Bigber, është që kjo në fakt nuk është çështje dinamike, pra nuk është nëse amerikanët do rinë në ushtri, regjimi bie. Nëse amerikanët nuk do rinë në ushtri, regjimi nuk bie. Kjo është një gjë që është mbyllur praktikisht dhe ne thjesht po e shohim si një film, po në fakt skenari që unë mendoj me shumë gjasa do të jetë ai që do të ndodhë është një rënje e regjimit, rikthimi i shahut në Iran. Kuptohet mund të ketë dhe pak vakum fuqie dhe kjo mbetet për të parë, por regjimi i ajatollave do të rikthehet do të marrë strehim politik në Rusi. Ky është thjesht mendimi im. Por me atë që ju më thatë pak më lart, duket se zonat e influencës janë ndarë dhe nëse Rusia tërhiqet edhe bie regjimi në lindjen e mesme, i bie që hapet rruga ndoshta Izraelit mas rrezikohet Turqia këtu? Në fakt ka analistë që e kanë përmendur këtë teori. Unë nuk jam i sigurt saktësisht se sa i mundshëm është Izraeli madh në kontekstin e kësaj administrate, sepse në fakt gjithmonë pretendohet që administrata Trump është më pro-izraelitja, më pro-zioniste. Në fakt nuk është tamam kështu, sepse ne kemi parë presidenti Trump të kritikojë Netanyahu në momentin kur Izraeli bombardoi Katarin. Ai kishte bënë telefonata fort Netanyahu duke thënë mos guxon do ta bësh këtë gjë, dhe në fakt Netanyahu në takimin e ardhshëm me Trumpin ai kërkoi falje publikisht te Katarit, kuptohet influencuar ndikuar dhe nga presidenti Trump, gjë që asnjë president tjetër nuk do ta bënte dot, domos Biden apo administrata tjetër që në fakt nuk njihen për shumë përqendrime pro-izraeli, por në fakt janë administrata më pro-izraelite. Mos harrojmë këtë gjë tjetër që në një farë mënyrë presidenti Trump ka flirtuar shpeshherë me aleatët e tjerë arab të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mesme, me kryer Arabinë Saudite. Kujtojmë vizita parë e jashtështetit që presidenti Trump ka bërë në mandatin e tij të parë, ka qenë në Arabinë Saudite. Po ashtu mos ka bërë një vizitave të para, mos të para edhe në këtë mandat të dytë e huaj, pra vizitë jashtëvendit, ka qenë në Arabinë Saudite. Erdhi Mohammed bin Salmani, që është princi i kurorë saudite, erdhi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u takua në shtëpinë e bardhë me presidenti Trump dhe premtoi mbi $500 miliardë investime saudite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por mos folur pastaj për marrëdhënie shumë të mira që Trumpi ka qoftë me Katarin, qoftë me vendet e tjera të gjiri, dhe sigurisht për samitin e paqes në Doha, ku mblodhen gjithë vendet arabe, edhe Turqia po ashtu, për të gjetur një zgjidhje për çështjen palestineze. Pra, unë mendoj që Trump po kërkon ta në një farë mënyrë demonopolizoj politikën e jashtme
amerikane në lidhjen e mesme nga duart e Izraelit dhe ta shpërndajnë në mënyrë më të barabartë ndikimin amerikan në lidhjen e mesme midis Izraelit dhe fuqive të tjera arabe që janë vende pro-amerikane në atë zonë. Kështu që në këtë kuadër nuk mendoj që Izraeli i madh është i mundshëm, një gjë të vogël fare që do të them përpara se ta mbyll të përgjigjen, duhet të kemi edhe pak të qartë si e përkufizojmë Izraelin e madh. Ka dalë një foto në fakt e Izraelit biblik, dhe në fakt ka ushtarët IDF-it që kanë tash turun dhe kanë thënë po. Ai është një Izrael i pamundur që administrata Trump nuk ka për ta lejuar kurrë, dhe në fakt asnjë administratë amerikane, ndërkohë që Izraeli më i madh në kontekstin aktual është Izraeli që përfshin të gjithë territoret palestineze, absorbon Gazën, absorbon bregun perëndimor, mban lartësitë e Golanit që njihen nga OKB-ja si pjesë e Sirisë dhe kjo një zonë buffer, një zonë tampon, duke pushtuar disa fshatra në jugun e Libanit. Për të ardhur më konkretisht këtu tek ne, tek krahu lindor që ju thatë që Trumpi edhe Putini e ndan hartën, rrezikohemi ne apo Ballkani nuk besoj se lëshohet nga Shtetet e Bashkuara? Ballkani nuk është pjesë tamam e Europës lindore në mënyrën si ne e shohim, është Europë jug lindore dhe Ballkani në fakt është një protektorat në ndërmjet Bashkimit Evropian dhe do të ngjelet i tillë, dhe kur flasim për Bashkimin Evropian, mendoj që flasim edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kuptoj jo më në atë sinkronin që ne kemi parë në këtë rendin e vjetër botëror, në rendin liberal demokrat për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian që praktikisht një, jo më kopë në lingon e politikës shqiptare, ne gjithmonë kemi thënë ala strategjik dhe SBA dhe BE, sepse praktikisht është njëjta gjë. Sot në administratën Trump në farë mënyrë ka një dallim të dukshëm, u konfirmuar dhe sot pak ambasada amerikane në Tiranë zori një fjali të sekretarit Rubio ku ai kritikonte Europën për lirinë e shprehjes. Pra dhe edhe në strategjinë kombëtare të sigurisë së Shtetit e Bashkuara të Amerikës, ai dokumenti që ka ja diku një muaj që ka dalë, flitej për restaurimin e vlerave qytetërimore të Evropës dhe flitej në mënyrë kritike ndaj shtypjes që disa vende europiane kanë bërë lirinë së shprehjes, shtypje për cilën publiku shqiptar duke ditë që ka halle të tjera, nuk i di. Për kjo, Ballkani ngjelet protektorat i Bashkimit Evropian. Kjo nuk është lajm shumë i mirë, në sensin që sigurisht ne kemi aleat, por do donim që prezenca amerikane të ishte më e madhe, sepse Bashkimi Evropian është në pozitë shumë fragjile aktualisht, qoftë ekonomikisht, qoftë në aspektin e kohezionit social, qoftë ushtërrakisht. Po, ju bë përshtypje që tek ndalimi i vizave të emigracionit nga 75 vende Shtetet e Bashkuara, administrata Trump ka përfshirë vetëm një vend në NATO që është Shqipëria. Përveç kësaj, edhe mesazhet e ambasadës, jo më kot ajo që një korrigjim të vogël, nuk është tamam ashtu, sepse po është edhe Maqedonia, Malizi, po, dakor. Edhe Malizi, pra janë përfshirë vendet. Pastaj Serbia shpëtoi. Pra mund ta shohim nga këndvështrimi i Serbisë që shpëtoi, por për të qëndruar tek ne, tek Tirana, edhe mesazhet e njëpasnjëshme të ambasadës. Kjo e gryrjes së fjalës së lirë, citimet e Trumpit shpeshherë, duket se i vetmi institucion që na përfaqëson jashtë është SPAK-u, pra një shmangje të raporteve me qeverinë, një ftoje, tërheqje apo jo? Unë ka një ftoje, por nuk mendoj që shihet nga vendimi i fundit për ndaluar vizat e emigracionit dhe për qytetarët shqiptarë. Pra përfshirja e Shqipërisë në atë listën e 75 vendeve nuk mendoj që është funksioni i raporteve problematike që ka administrata Trump me qeverinë e zotit Rama. Unë mendoj që ka dy arsye. Së pari, një arsye kryesore pse ajo listë doli, përpos pretekstit për përdorimin e lartë të ndihmës qeveritare që për mua është bullshit, domethënë nuk e besoj, por është tjetër bisedë, është bëhet për qëllim politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kam thënë dhe në vende të tjera, në nëntor dy partitë nda përballen për zgjedhje mes mandatit, zgjedhje midterm elections, dhe me shumë gjasa demokratët do të fitojnë një landslide, pra një farë me rrëshitje dheu kuriton, pra do të fitojnë shumë thellë edhe dhomën e profesorëve edhe senatin. Që Trumpi të mbajë bazën e vet MAGA të konsoliduar dhe të nxjerrë në votime në shifra të mëdha, duhet që të ndërmarrë vendime populiste që kënaqin atë bazë. Dhe një prej këtyre vendimeve do ishte sigurisht një ndalim masiv i vizave migratore për vende të tilla të botës së dytë dhe botës së tretë, dhe do dalë tek pika 2 për ta sqaruar, që sigurisht do të kënaqte bazën MAGA që në masë të madhe e mbështet të vendim. Arsyeja e dytë, për të dalë më specifikisht pse Shqipëria, pra për shembull pse jo Serbia, që përmendë me shumë të drejtë. E para njëherë Shqipëria dhe këto vende të tjera të përfshira në Ballkanin Perëndimor në mënyrë mendoj të pa drejtë konsiderohen botë e tretë. Në fakt janë botë e dytë,
se ka ndarë gjithë indekset ndërkombëtare, ne nuk mund të futemi në një kategori me Sierra Leone dhe Burundi që janë qenefe të varfëra, kriminale të korruptuar. Sigurisht që Shqipëria ka shumë korrupsion, ka shumë kriminalitet, është një vend konsiderohet upper middle income, pra një vend me të ardhurat të mesme të larta, pavarësisht se ka shumë varfëri dhe ka shumë papunësi, por në sytë administratës tanë ka shumë shihen si njëjta gjë, pra vende stabilokratike, jo demokratike, të korruptuara, kriminale etj. Serbia nuk shihet kështu. Për shkak se lobby serb është mjaft i fuqishëm në Washington DC dhe gjithmonë e ka portretizuar në sytë republikanëve, sidomos dhe e theksoi këtë gjë, Ballkani si një luftë, Ballkani Perëndimor si një luftë midis serbëve të qytetëruar të Europës së krishterë dhe këtyre të tjerëve shqiptarëve në tash janë barbar apo nuk janë europian. Kjo është një prej propaganda dhe sigurisht të mos harrojmë dhe afrimitetin e madh që Don Junior, djali i presidentit Trump, ka me Aleksandar Vučić, që sigurisht mund të ketë pas një ndikim të vogël në mospërfshirjen e Serbisë në atë listë. Pra mendoj që jemi akoma në kuadrin e generalizimeve çka kanë sjell në përfshirjen e Shqipërisë në atë listë. E fundit fare, se duhet të dalë pak se më ngacmoi ajo, a ka të bëj prisha marrëdhënieve. Nëse që politika shqiptare, diplomacia shqiptare do kishte qenë më kujdesshme. Nëse zoti Rama nuk do bënte batuta te presidenti Macron për gafën e Trumpit Armenia Azerbajxhan, Albania Azerbajxhan. Nëse nuk do kritikonte si një analfabet gjeopolitik ardhin e Trumpit përpara në 2016, ndoshta mund të kishte një dëshim për Shqipërinë dhe Shqipëria do ishte fare pjesë e kësaj liste. Por ditë të them me garanci që nuk janë marrëdhëniet e vështira Trump-Rama që e kanë futur Shqipërinë, ka tjera arsye. Edhe diçka të fundit kam, duhet shqetësohemi për NATO-n, mos duhet të fillojmë tek marrëdhënie dypalëshe bilaterale tani si rasti Shqipëri, Kosovë, Kroaci, pra mbrojtja ushtarake, sepse aleanca ndoshta mund të shpërbëhet dhe s'ka rrugë mesme për Groenlandën. Mendoj se po. Mendoj se duhet shqetësohemi sepse e the mirë nuk ka rrugë mesme për Groenlandën dhe në rast se ka ndonjë mrekulli nga Zoti dhe Trumpi ndryshon mendje, në një mënyrë apo një tjetër, Groenlanda do të jetë de jure de facto pjesë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pastaj nëse diplomacia amerikane gjen një mesme të përgjithshme ku Groenlanda bëhet pjesë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por gjendet një mënyrë që aleatët e NATO-s të komfortohen që nuk do të ketë më veprime të tilla në Shtetin Bashkuar të Amerikës, atëherë ndoshta NATO dhe mund të mbijetojë. Thënë kjo, mbijeton apo nuk mbijeton NATO? Unë mendoj që NATO rrezikohet. Nuk di ta them mbijeton apo jo, por shumë e rrezikuar. Mbijeton apo nuk mbijeton NATO? Shqipëria duhet në mënyrë të menjëhershme të rrisë kapacitetin e saj mbrojtëse, të tranzitojë ekonominë e saj nga një ekonomi konsumi, turizmi edhe banaliteti në një ekonomi lufte. Ne shpresojmë që lufta mos vi kurrë ne. Mos vi kurrë dera jonë. Por ne duhet të përgatitemi, qoftë me rritjen e shpenzimit ushtarak, 5% e prodhimit brend brut të kërkuar nga presidenti Trump për gjithë aleatët, qoftë me tranzitimin në një ekonomi lufte, qoftë me shërbimin e detyruar ushtarak, qoftë me prodhimin e armatimeve dhe një sër hapash të tjerë. Ti përmendë marrëveshjen trilaterale midis Tiranës, Prishtinës dhe Zagrebit, unë mendoj që është një gjë e mirë, duke ditur që në rast se NATO bie, gjithmonë ti do të kesh një backup plan, pra do të kesh një plan në xhepin tënd me cilat vende ti ke marrëveshje të mbrojtjes së përbashkët, të asaj quhet collective security ose mbrojtjes kolektive. Sigurisht ne jemi në kuadrin e aludimeve, ne akoma nuk kemi mjaftueshëm prova për të thënë që NATO do bjerë, por në portofoljin e tonë mendoj që NATO është e rrezikuar. Po. Roel, faleminderit shumë për zbërthimin e këtij aktualiteti që duket larg, por sigurisht thatë ju mund të jetë në pragun e derës tonë. Falenderoj shumë. Jo, është në pragun e derës tonë. Falenderoj.